Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes nga studia qendrore këtu në Dritare Televizion. Unë jam Mikele Kadhanxhiu dhe ditën e sotme në intervistën e ditës do të kem të ftuar Besim Drejgjonin, të cilin e përshëndes në këto momente. Përshëndet zotin Drejgjoni. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kënaqësia jona që jeni pranishëm ditën e sotme në studio qendrore këtu në Dritare Televizion dhe në emisionin tim Intervista e ditës. Zotin Drejgjoni, do të ndalemi pak, ju lutem, tek kandidatura juaj për avokatin e popullit. Pse kandiduat ju për avokatin e popullit dhe a kishit ju një mbështetje nga Partia Socialiste apo nga Partia Demokratike? Cili ishte mbështetja juaj në këtë kandidim? Fatkeqësisht, si shumë herë tjera në këtë vend të dashur por çuditshëm, fitoi imoraliteti i politikës, fitoi padrejtësia, fitoi pazari biznes politik, fitoi pabesia. Në një sistem demokratik, çdo qytetar i këtij vendi ka të drejtë të konkurojë për të shërbyer shtetit s'drejtës, shtetit ashtu quajtur demokratik. Unë, duke pas një eksperiencë 30 vjeçare me mbrojtjen e drejtave lirive të njerëzit, duke punuar në një projekt 15 vjeçar me qendrën e tramës dhe torturës dhe avokatin e popullit Danimarkës, u njohta shumë mirë me funksionet që kryen avokati i popullit në mbrojtje të drejtave lirive të njerëzit. Dhe duke parë që do të konkurosha për këtë vend për të shërbyer qytetarëve të mi, për të shërbyer bashkëvujtësve të mi. Dhe mbas ligjit që ka Parlamenti Shqiptar, konkurova si gjithë tjerët që në vitin 2022 kur u hap vendi vakant për të zëvendësuar Erinda Blaca. Në këtë kohë isha masi i bindur, i motivuar që asnjëra forcë politike nuk mund guxonte, jo të guxonte, por nuk mund guxonte të ballafaqohej edhe me personalitetin tim, edhe me traumat dhe tragjedin familjare që pësova unë nga diktatura dhe bashkëvujtësit e mi, se nuk duhet të veçoj vetën time nga bashkëvujtësit e mi. Dhe konkurova në bazë gjithë ligjeve. Unë mbajt 3 vjetë në zyrtar të kuvendit, nuk u diskutu çështja e avokatit popullit. Dhe nga informacionet që merrsha vazhdimisht, ishte që këta nuk e futshin diskutim, thjesht se këtu ishte një antikomunist kandidat, një konservator kandidat dhe një qytetar i këtij kombi që kërkonte të mbronte drejtat dhe liritë e njerëzit siç isha unë. Në vitin 2025 u alarmuan ndërkombëtarët se si ka mundësi që një institucion kushtetues në një shtet demokratik mbahet pezull dhe rrinë në detyrë një avokate që nuk kishte asnjë bazë ligjore e pas zgjedhur. Por politika shqiptare ka atë vizionin e sundimit, vizionin e sundusit dhe nuk ka as pak shërbimin ndaj qytetarëve. Dhe atëherë e futën në muajin shkurt. Objektivi i Partisë Socialiste ishte që të 6 kandidaturat që ishim aprovuar, Vitore Tusha, Bledar Dervishi, Tartar Bazaj, unë, Dardan Mostafa, një Edison Frangu, dhe qarë banë, thanë, jo, ne nuk Partia Demokratike, Doktor Berisha unifikoi një qëndrim, tha, kandidatura e opozicës është i përndjekur i politik Besim Drejgjoni. Dhe, me thënë drejtën dhe, ne shtresa ime bëri shqyqyrë që mas 35 vitesh, partia që e votojmë ne, që e mbështesim ne, shfaqi një besim, një vlerësim ndaj kësaj shtrese. Jo ndaj një individi. Dhe, por, Niko Peleshi, kryetari i grupit, tha, jo ta bisedojmë, duhet fusim dhe këto tjerë. Hajtë ta bisedojmë, e biseduan, ranë dakord, e po mirë dhe e shtynë nga muaj shkurt në muaj maj. Para 11 majt, unë e takoj personalisht kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, zotin Niko Peleshi, dhe i thash,
Për çfarë e vononi zgjedhjen e avokatit popullit? Jo, po kemi ra dakord, po t'jap garanci, tha që mas 11 majit, mas zgjedhjeve, kemi me votu. Po mirë, në rregull. Dhe i thash dhe këta, edhe Ministrit Drejtësisë Ulsi Manja, është në nderin e kësaj partije, e cila trashëgon Partinë Komuniste që të votoj një kandidat antikomunist. Është në nderin tuaj, jo në nderin tim. Nuk më bani nder mu për një post. Unë nuk luftoj për me marrë një post. Unë nuk luftoj me marrë një detyrë. Unë luftoj për një mision. Dhe misioni im është që t'jem avokati gjithë qytetarve, se mu më është cënu liria dhe më shumë se sa unë. Kush kishte të drejtë ta mbrojnë lirinë e tjetrit, ta mbrojnë të drejtën e tjetrit kur shkillet nga pushteti politik. Dhe mas 11 majit, mas euforisë madhe që morën 83 mandate, këto e shtynë dhe nuk e futën votim. Dhe kjo ishte shkelja e dytë ndaj të drejtës time për të votuar. Diktatura dje me kështë mohu të drejtën e votimit, ma mohon të me liqë. Ti i armik i Partisë Komuniste s'ke drejt votohesh dhe të votojnë. E njëta situatu përsërit në në korrik të 2025-ës që Parlamenti Shqiptar nuk më votoj dhe opozita vetëm bëri një deklarat publike që ju nuk e votoni Besim Drejgjoni së është i përndjekur politik. Kjo nuk është e mjaftueshme as e justifikueshme për partinë opozitare që të thonin me një deklarat publike ta mbyllnin këtë kapitull. Në shtator, me njëherë socialistat të entuziasmuar nga fitoria madhe e rikandidun dhe njëherë. Dhe unë bas të ligjit kandidova se desha të jap me kuptu politikë shqiptare se unë nuk keni drejt më nalni drejt në votimit. Unë duhet votohem, am voto kundra, am voto pro, është e drejta jote, nuk tinat drejt. Dhe u paraqita. Kur shoh, çfarë shoh, partia që më kishte kandidu mu, i vetëm, shoh që bëri një rokat, dha firma, tani, në bazë firmave që ka dhënë Partia Demokratike për 6 kandidat, për avokat populli, i bjerë që Partia Demokratike duhet ketë 350 deputet, kur ajo ka 50 deputet. Këto pra shkelen çdo lloj protokolli. As Partia Socialiste nuk mbajti urdhrin, nuk mbajti deklaratin që bëri kryetari i Komisionit Ligjeve me 17 nëntor që ne nuk do pranojmë kandidat që kanë më shumë se 2 vota nga një deputet, po vetëm një kandidat, një vot deputeti, mbështetje. Dhe ato e shkelen dhe pranon. Dhe në mes tyre, u zgjot dhe kryetari i Partisë Socialiste, ekstremiste, i majt, zoti Endri Shabani. Dhe më e bukur ishte që Endri Shabani e paraqesin vetëm si student të Oxfordit, dhe jo si student Luarasit. Por e drejta e tyre. Tjetër, premtun, anashkalun, fillun deklaratat publike, jo i dhan firmat, jo na i vodhi firmat Endri Shabani, jo na hodhi Partia Socialiste, deklaratat më të papërgjeshme të 2 forsave politike, po mbi të gjitha Partisë Demokratike që kishte të drejten e propozimit dhe të unifikimit të kësaj kandidat. Çfarë ndodhi me këtë rast? Liria që flasim çdo ditë u cënu. Demokracia u venit. Dhe mbi gjitha ne të përsekutumit u ridenum nga kjo klasë politike. Kjo që historia e avokatit popullit.
Pra, zotin Dërgjoni, ju mendoni se ndërmjet Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike ka pasur një pazar ndërmjet për të zgjedhur kandidatin e avokatit popullit që tashmë këtë pozicion e mban Endri Shabani, por pas rezultatit që Endri Shabani mori me 85 vota për avokat të popullit, ju keni folur më pas me zotin Berisha për këtë pjesë? Unë nuk kam folur me zotin Berisha për këtë pjesë, por du të them diçka. Po. Ishte një skandal politik, kombëtar, e kam theksuar dhe në shumë media, i partisë opozitare. Partia opozitare duhet të ndahet njëherë e mirë nga populizmi edhe nga deklaratat politike, as pak bindëse për shoqërinë. Dhe unë kam shikuar këto ditë të gjithë Shqipërinë ka një ndinjat, jo vetëm nga klasa antikomuniste konservatore, por ka një ndinjat shumë të madhe ndaj sjelljes së Partisë Demokratike. Që u pa që kishte një marrëveshje, ishte kërkesa e kryetarit grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazbardit, i cili 3 ditë para se të votoj, dorëzojnë në parlament kërkesën që ne do paraqesim 6 kandidatura dhe që këtu bjerë poshtë justifikimi që na kanë gënjy për Endri Shabanin. Që këtu bjerë poshtë. Do paraqesim 6 kandidatura. Dhe në mes 6 kandidaturave, Partia Socialiste do zgjidhte 3 kandidatura. Dhe nga to 3 kandidatura, Partia Demokratike do zgjidhte një kandidat. Dhe që këtu u pa plani o gurzi që ishte ba në mes grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Për çfarë arsye zotëri do të zgjedhim? Po ju sill në vëmendje një thanje të kryeministrit Edi Rama në 2011 kur mori avokatën e popullit si kryetar opozite, i cili deklaroi: do japim një avokat për publikun dhe jo për pushtetin. Ndryshe, ky kryeministër sot kur ka pushtetin, në rolin e sundusit, në rolin e një diktatori, thot avokatën e popullit do ta zgjedh unë dhe jo ju si opozit. Knej del e deklaron që ja lem opozitës, knej del e deklaron që e mbajmë vetë. Dhe problemi më madhor këtu ishte se ishte një pabesi, jo për, më falë, u shkel protokolli avokatit popullit. Shkelja protokollit nga ligjvënësit është turp. Shkelja protokollit nga ligjvënësi është munges dije, ose e qëllimshme të bëjmë si nuk e dim ligjin edhe hajde ta shkelim. Dhe akoma Partia Demokratike nuk ka dalë me një deklarat të qartë dhe të pastër, jo me një kërkim falje. Në qoftë se e vret tjetrin dhe i kërkon falje, ti je bashkëpunëtor në krim. Nuk ke, masi ta vrasësh s'mund të kërkosh falje. Por, bitë gjitha, ti duhet ta sqarojsh publikun shqiptar, se je opozit, lufto dhe ke vizion, thu jam parti konservatore, ti ke bindje konservatore, dhe konservatorizmi, gjën të shenjtë që ka 3 shtylla, ka familjen, ka drejtat e lirit e njeriut, ka paqen. Dhe në qoftë se ti si parti konservatore dele ban 10 deklarata për 3 ditë, ti nuk je besueshme ma. Dhe tani duhet të sqaroj Partia Demokratike. A ka marrëveshje me Partinë Socialiste për avokatën? Se unë nuk besoj që doktor Berisha do t'ja falte Edi Ramës, avokatën e popullit dhe njësorist që doktor Berisha është penalizu nga Fondacioni Soros me non-gradën nga Amerika. Dhe do të pranon të njësorist doktor Berisha për avokat popullit, kjo më duket komplet e pabesueshme. Prandaj, këtu duhet dali në pa që marrëveshje e fliqt është ba në mes 2 grupeve parlamentare, Gazbardit dhe Tauland Balls. Dhe për këta, unë, si përfaqësues i shtresës konservatore shqiptare, i kërkoj Partisë Demokratike publikisht.
distancohuni dhe thoni të vërtetën. Nuk ka problem avokati i popullit për një individ, problem avokati i popullit është për demokracinë. Se kam digju shumë media këto dit, që është avokati i popullit një institucion moral. Jo, është institucioni më moral që ka shoqëria shqiptare. Është institucioni që tani është më i madh se sa presidenti i Republikës. Presidenti i Republikës zgjidhet me 71 vota, avokati i popullit zgjidhet me 84 vota. Dhe pse ka vu kushtetuta e Shqipërisë avokatin e popullit në kushtetutë? Ne akoma Europa në njeh si vend mbretëror, si shteti i parë shqiptar mbretëror, dhe ka vu që avokati i popullit do jetë shumë i ashpër në mbrojtje të ligjit dhe një zë i fuqishëm në mbrojtje të qytetarit për dhunimin e drejtave dhe lirive njeriut nga pushteti politik apo çdo lloj pushteti ekzekutiv që shkel drejtat e lirit e njeriut. Dhe kjo më bën mua sot që jo unë, se unë jam mësu me luftë klasash. Mu Partia Socialiste, në bashkëpunim me grupin parlamentar të Partisë Demokratike, në 2019, nuk më kanë, me gjithë se ishte propozimi shoqatës për ndjekur politik për antari autoritetit dosjeve dhe më hoqen me marrëveshje dhe vunë një tjetër. Kur mund propozoshin të gjithë për ndjekurit politik Shqipërisë për antari Komisionit dosjeve. Kandidova për avokat populli, e njëjta marrëveshje po bëhet në fund të 2025-s dhe ky nuk është problemi im ma. Ky është problemi shoqërisë shqiptare. Shoqëria shqiptare i kërkon llogari Partisë Demokratike. A je me konservatorizmin dhe mbrojtje të parimeve të konservatorizmit, apo je me populizmin dhe mbrojtje dhe në imitim të pushtetit të një partie që trashëgohet nga diktatura komuniste? E qartë, ju, zoti Ndërgjoni, si e vlerësoni profilin e Endri Shabanit për këtë post? A mendoni se ai përmbush kërkesat për të qenë drejtues si institucionit të avokatit të popullit? Tani, po referohem deklaratave të Taulan Ballës. Po. Ne ja lajmë opozicë dhe në muajin shkurt, që u kujtohet si media, udhëheqësi i madh i ligjeve të parlamentit shqiptar, ish hetuesi i sigurimit shtetit Fatmir Gjafa, deklaronte: avokati i popullit do të vinë nga shoqëria civile dhe jo nga forcat politike. Dhe unë u jap dokumentat që shoqëria civile më ka propozuar për avokat populli, duke qenë dhe vetë drejtues i një shoqate që i përket shoqërisë civile. Dhe unë nuk kam asnjë kompleks ndaj Endri Shabanit. Endri Shabani është i njoftur përpara shoqërisë shqiptare si kryetari i Partisë Socialiste Ekstremiste Thuria. Dhe mbrena ditës, masi merr bekimin e kryeministrit, jep dorëheqje. Më fal, a është i shoqërisë civile ky individ? S'kam asgjë. Le të zgjidhet. Se çdo qytetar shqiptar ka drejt zgjidhet, po është i shoqërisë civile, siç pretendojnë dy forcat politike. Dhe si ka mundësi që po ti jesh antar i një partie, ku unë fatmirësisht nuk jam, asnjë lloj partie, po ti jesh një antar partie, një ditë mjesqohesh, thu dhash dorëheqje dhe nuk jam më. Po më fal, a ka besueshmëri në popullin shqiptar ky formalizëm që unë jap dorëheqje sot edhe unë tani i shërbej një institucioni kushtetues që merret me drejtat dhe liritë e njeriut. Megjithatë, kjo është loja ping-pong që në institucionet kushtetuese mos të ketë antikomunist, në institucionet kushtetuese mos të ketë konservator, në institucionet kushtetuese mos të ketë të djathtë real, por vinë të gjithë ata individ që kanë mbështetjen e diktaturës komuniste, kanë dhe mbështetjen e dy forcave politike që nuk janë demokratike asnjëra, por bëjnë sikur janë. Më fal, Shqipërinë e ka mërthy formalizmi. Një ditë të bukur, në dhjetor të 90 thanë po ndrojmë pushtetin, po rrëzojmë komunizmin. Me çfarë u rrëzu komunizmi? Çfarë revolucioni u bë?
A u denun krimet e komunizmit? A u denun dhunimi drejtave lirive të njeriut për 45 vjetë nga këto dy forca? Dhe tjetra, partia që trashgohet nga diktatura komuniste, në umblodh në një sallë kongresi, dritora Golli thotë duhet të largohemi nga Enver Hoxha, ai aktori tjetër Kadri Roshi i kthete prapanicën dritoroj si shati udhëheqësin e shpirtëror dhe diktatori Ramiz Alia durtrokiste në rrimin e emrit të Partisë Punë Shqipërisë në Partisë Socialiste. Partia Demokratike doli si partie parë opozitare. Po çfarë objektivi pat konservator kjo parti? Pat populizmin, me marrë pushtet. Asgjë më shumë, asgjë më pak. Çfarë të drejtë, çfarë ka Partia Demokratike që nuk e bloko parlamentin për ligjin 7501 për pronat? Çfarë ka Partia Demokratike që hesht për dënimin e krimeve të komunizmit? Jo më larg se vjet, meqense po më jepni hapësirë, unë isha në takim me Papa Francesku. Dhe ran dakord me papën, i cili u emocionu nga ekspozeja ime që i bëra për krimet e komunizmit, u trondit, u lotu, dhe tha, urgjencisht Parlamenti Shqiptar duhet t'i bashkohet të Europës që dënohen krimet e komunizmit me ligj. Pat në reagim nga Parlamenti Shqiptar? Zero. Pat në i gjanë nga president? Më falë. Presidenti Republikës? Zero. Kur 3 komunitetet fetare, me në krye kishën katolike të Shkodrës dhe Unionin e të përndjekur politik, i kërkuan Parlamentit t'i bashkohet të Europës. Dhe Partia Demokratike heshti. Po si vjetë të nderuar, Kongresi Amerikan, me shumicë votash, të majtë dhe konservator në Kongres, aprovu një ligj për futjen e kurikulumeve shkollore të mesme në Shtetet e Bashkuar të Amerikës, krimet e komunizmit, që Amerika s'ka vujt asnjë orë nga komunizmi. A e përshëndeti Partia Demokratike atë rezolut Kongresit, ku ne të përndjekurit politik dhe komunitetet fetare ishin parlamentit dhe i kërkonin me çdo kusht bashkohuni Kongresit Amerikan për dënimin e krimeve të komunizmit. Dhe opozita heshti. As nuk erdh me falenderu të përndjekurit politik që kërkonin një drejt tylle. Për tani, më falë, ka rregull Partia Konservatore. Partia Konservatore nuk është me bë populizëm e me marrë pushtet, por është me mbrojt drejtat e lirit të qytetarit, me mbrojt familjen. A tha Partia Demokratike do të dënohet ligji i asaj gjinis, kjo që ban... Po, kjo LGBT-ja. A tha që do të ashen gjykat kushtetuese, pse nuk e dërgoj? Pse se dërgoj ligjin? Tani, ka ardhur... Po jo më largë, po ju citoj jo më largë, se para një muju me 2 nëndor, presidenti i Shteteve të Bashkuar të Amerikës nxori proklamatën java e antikomunizmit në Amerikë. Dhe a e përshëndeti Partia Demokratike këtë proklamat? Dhe duke ja kërkuar ne, dhe asnjë deputet nuk folte. Asnjë deputet nuk folte për proklamatën. Asnjë deklarat nuk bëhej aty. Nuk në qoftë se një forcë politike nuk ka nuk ka vizion konservator, po ka vizion populizëm, ai duhet të thirrë ndërgjegjës saj, duhet të thirrë vizionit saj, se nuk mund të hecet me populizëm. Mund të hecet me populizëm vetëm për pushtet. Se në qoftë se një forcë politike luftovesh me marrë pushtetin, ajo çfarë i jep shoqërisë? Pra, në qoftë se do të hecish si Partia Socialiste që vazhdon me pushtet, me sundus, edhe me diktatur, edhe nuk pyet as për drejtat e lirit e njeriut, nuk pyet për parlament, nuk pyet për asgjë, ashtu të njëjtën gjë po bëjnë imitim, mos bëni imitimin e diktaturave, por kthenia shoqërisë shqiptare demokracinë, mos ja dhunoni lirinë shqiptarëve. Zotin Dërgjoni, ju nëse do bënit pjesë në strukturat e Partisë Demokratike, mendoni se do ta fitonit garën për kandidat të avokatit të popullit? Por unë, më falë, unë jam njëri i ligjit si qytetari këtij vendi. E qartë, por... Unë nuk jam politik, nuk jam njëri politik. Unë i shërbej politikës në mbrojtje të drejtave lirive të qytetarit. Nuk i shërbej politikës për karrierë. Për me marrë, se po të marrë karrierë, do bëhem antar i partisë, edhe do kandidoj dhe do kërkoj
poste ofiqe gjëra. Po sjell nërmend diçka i nderuar. Më thuaj. Jam i vetmi personalitetit për ndjekur politik që kam 30 vjet që luftohem nga politika shqiptare. Në vitin 1998, Partia Socialiste më ka hek gruan nga puna punëtore në kryeministri. Në vitin 2000 më ka hek vllajën nga puna, ai vlla që shpëtoi parlamentin shqiptar në 97-ën pa u djeg nga forcat kriminale. Dhe erdhi Partia Demokratike dhe nuk i kam kërku asnjë post, asnjë ofiq, vetëm i kam kërku një gjë Sali Berisha. Në vitin 1996, në konventin e parë kombëtare që kemi bë për dënimin e krimeve të komunizmit në bazë të rezolutës së Asamblesë së Këshillit të Evropës. Zoti Berisha, dënoni krimet e komunizmit me ligj se i shërbeni pastërtisë së politikës, i shërbeni vendit, i shërbeni lirisë qytetarëve. Dhe ato ban vetëm një rezolut që Partia Socialiste hiku, nuk e aprovoj, dhe heshtje varri për dënim. Gjithë loja politike e Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste është të fshihet e kalura komuniste. Nuk fshihet e kjo e kaluar. Se ka një bilans tragjik. Janë 6.000 të zhdukur, zotri. 6.000 shqiptar të zhdukur që s'ka një varë. Janë 37.000 burgosur politik që po shkatrohet brezi i tretë i tyre nga përçmimi dhe heshtja e klasë politike shqiptare. Janë mbi 60.000 familje të internuar. Si mund të ndërtojmë paqe vllazërore në mes njëri tjetrit ne si shqiptar? Si mund të ndërtojmë shtet drejtës kur ti i mohon një pjesë 40% popullsisë që të përfshihet në drejtimin e shtetit dhe institucionet. Pra, jemi këtu që të themi të vërtetën dhe e vërteta është e hidhur, por ama e vërteta është bindse për të hecur në rrugën e duhur, në kohën e duhur dhe për të shërbi Shqipërisë dhe shqiptarëve, jo mi shërbi një individi për një post drejtues. Zotin Ndërgjoni, mes kandidatëve që ishin për avokat të popullit, ju cilit do t'ja jepni votën? Cilit do t'ja jepni të votën ju? Edhe pse? Do t'ja jepnja Skënder Haluc, ishi burgosur politik që kandidonte. Vetëm arsye është se ishi i burgosur politik. Jo, që jo dhunu e drejta e liria për 80 vjet. Ashtu si që ishtë me dhunu dhe mua. Më falë, të gjithë kandidatët që kanë kandidu, të gjithë kanë pas privilegje nga Partia Socialiste dhe nga Partia Demokratike. Të gjithë kandidatët që ishin për avokat populli kanë pas privilegje nga forcat politike. 2 vetas kanë pas privilegje. Unë dhe Skënder Haluc. Dhe këtë nuk e them se unë du të penalizoj kandidatët e tjerë. Ata janë bashkombasit e mi, i respektoj edhe për iniciativën që kanë marrë, edhe për konkurimin që ka bë. Nuk mund të funksionoj demokracia, por nuk konkurove. Nuk mund të funksionoj demokracia në qoftë se ti nuk i shërben shtetit tanë të së drejtës për t'i shërby qytetarëve tu. Në qoftë se ti lufton me morë një post se ke përkrahen e kryeministrit, më falë, çfarë i sollëm kësaj demokracie? A i sollëm në i zhvillim? A i sollëm në i përparim? Në qoftë se në një vend, thot presidenti i Shteteve të Bashkuar të Amerikës, ku nuk dënohet krimi, ati nuk ka lullëzim paqja. Në qoftë se do t'ishit ju, zoti Ndërgjoni, avokati i popullit, cila do t'ishin 3 prioritetet e para që do të ndërmirnit? Ligji i pronës e para. Për ligjin 7501 keni fjalën. 7501. Një ligj antikombëtar, një ligj që fshin pronarin e vërtet dhe bën pronar pushtetarin. Ai ligj u bë që këta që marrin pushtet të bëhen pronar dhe ti djaliri. Pronarët e vërtet si quhen? Ish pronar. Kurse këta, Erion Velia me shok, quhen pronar. Këta janë pronarët. Këta që kanë pushtet. Këta që ndërtojnë kulla, pronar quhen 5 doja e Bashkisë Tiranës, që ndërto kullën 25 katë që ndurës. Këta quhen pronar. Pra e kuptoni se në çfarë dileme është shoqëria shqiptare?
Ai që ka qenë proletar deri dje, sot quhet pronar. Ai që ka qenë pronar deri dje, ai quhet ish pronar. Ligj tjetër. Në të drejtat dhe liritë e njeriut duhet kemi parasysh diçka dhe të drejtat e para burgosëve dhe burgosëve. Ne jemi vetmi vend që kemi ligj penalizues për para të burgosëve dhe paguajmë 60 euro në ditë për një para burgosur, për para se ati t'i vërtetohet faj. Pra, duhet me njëherë të ndryshoj ligji për sistemin e burgjeve, që para burgosurit, të burgosurit, të kenë të drejta dhe liri të barabarta në bazë të konventave ndërkombëtare, drejtave lirive të njeriut. Problemi tjetër madhor është të denojmë formalizmin në shoqërinë civile. Ne kemi një komitet Helsinki që mbron drejtat e lirit e njeriut. Kështu quhet ai institucioni i shoqërisë civile. E keni dëgjuar ju ose media shqiptare për 30 vjet që të flasi ky komitet për 6.000 zhdukurit në Shqipëri? Asnjë fjalë. Për arsye se i shërben politikës. Kemi disa grupe të drejtave dhe lirive të njeriut që vetëm Shqipëri ndodh në asnjë vend të Europës, që këto financohen nga qeveria. Pra, fondet për shoqërinë civile, në vend që të ndahen në bazë projekteve, ndahen në bazë të vendimit kryeministrit, i cili të jep një fond ti si shoqëri civile dhe ti do ta kundërshtosh kryeministrin, jo, se i merr parat. Për financohen. Pra duhet bën një ligj që drejtat dhe liritë e njeriut në Shqipëri të mbrohen nga ata organizata që i mbrojnë dhe jo që i shërbejnë pushtetit politik. Ligj tjetër që është shumë madhor, ligji i mbrojtjes familjes. Jemi vetmi vend që jemi të shquar në Europë për mbrojtjen e familjes, për besën, për një fisnikri të fishme në mes kombeve më të qytetëruar të Europës, dhe ne kemi një ligj familje që e bëjmë në interesa të atyre vendeve të cilët nuk e kanë problem familjen, kurse shqiptari e ka problem familjen. Ligj tjetër që duhet bëjmë, ne duhet bëjmë një ligj, të bëjmë një ligj për të smurt, për invalidët. Çdo shtet në Danimark, e dini ju se çfarë mbrojtje i bën avokati i popullit invalidit në Danimark? Invalidi në Danimark ka të siguruar avion, tren, makinë, teatr, film, të gjitha. Dhe ne nuk kemi në gjendje t'i paguajmë qytetarit shqiptar që vunë nga smunja kancerit, t'i paguajmë udhëtimin që të bëj kimioterapin, dhe s'kemi as ilaçe në kimioterapi, po vim tjetër. Është problemi Romët. Pakicat, si duhen trajtuar? Duhen trajtuar pakicat formalisht të bërtasim që ne u shërbejmë. Jo, Romi s'duhet lanë jashtë. Romi s'duhet lanë në një dhomë 10 veta, por i duhet kriju kushte sa më tepër që t'jeti barabart me mund dhe me ty si qytetar të vendi, si janë qytetar shqiptar. Duhet trajtuar në mënyrën më të drejtë, më njerëzore. Në qoftë se ke ndërgjegjësimin që ti shërbesh qytetarit tanë, ti je një zaj fuqishëm si avokati i popullit për të shërbyer qytetarit tanë. Në qoftë se ti do të shkosh mas politikës aktuale, atëherë ti do bësh një militant politik dhe as pak institucionet, se institucionet kushtetuese duhen demokratizu. Se në qoftë se nuk i demokratizojnë, ata janë politizu. Ne sot, fatkeqësisht, të gjithë institucionet kushtetuese ne i kemi të politizu. Ne kemi të politizu institucionin e presidentit, ne kemi të politizu gjykatat, ne kemi të politizu prokurorin, ne kemi të politizu komisioneri për diskreditim të asaj. Është një institucion i politizu. Më fal, doli kush nga këta institucionet shoqërisë civile, apo institucione shtetërore, apo institucione politike, që të detyroj parlamentin si janë nalë të drejtën besim drejgjonit votohet? Kush jeni ju që i nalë një drejtën qytetarit shqiptar të votohet?
thjesht se kam një vendim politik. Pra këtu partia politike është sunduese mbi drejtat e lirisë e shqiptarëve. Zoti Ndregjoni, ju do vazhdoni ende me këtë betejë? Po do të vazhdojmë. Unë kam 30 vjetë që merrem me betejën e drejtave lirive të njerëzit. Unë nuk tërhiqem. Unë jam krenar për misionin tim. Unë jam krenar për luftën e klasave që më bëjnë dy forcat politike. Unë i kam njoftuar, edhe i njoftoj dhe në përmjet e misionit tuaj këtu. Edhe ambasadorin Gonzatës, delegacionit Europian, dhe ambasadorin Taran, të SBE-s, edhe të ngarkuar me punë të ambasadës Amerike. E shikoni çfarë luftë klasa është bërë ndaj antikomunistëve për një detyrë, për një institucion kushtetues. Dhe ata, në qoftë se marrin paret e taks pagusave tyre, duhet të ndërhyjnë me njëherë që liria ime dhe liria bashkëvujtësve të mi të mos dënohet nga klasa politike që ka mentalitet diktatorial. Zoti Ndregjoni, unë ju falenderoj që ishit ditën e sotme i pranishëm në intervistën e ditës këtu në Dritare Televizion. Falenderit, zoti Ndregjoni. Ju falenderoj shumë për hapësirën që më dha dhe ju uroj suksese si media re që keni dalë në planin e mediave në Shqipëri. Ju falenderojmë. Falenderit. Të nderuar shikues, kemi ardhur në fund të intervistës së ditës edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë ritakojmë në emisionin e ardhshëm. Mirupafshim.